Në ditën ndërkombëtare të librit dhe të drejtës autorit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj zhvilloi një takim të hapur në ambientet e Muzeut Kosova, ku priti dhjetra dashamirës të librit, intelektual, autor, poet, njerëz të lidhur me artin e kulturën dhe të rinj. Deputeti Leskaj diskutoi me ta, tituj librash të përzgjedhur me kujdes, të cilat i dhuroi për çdo të pranishëm në këtë takim të hapur. Disa nga titujt e librave të përzgjedhur që shpërndau Leskaj dhe që dhuroi në ditën ndërkombëtare të librit ishin Gjuetia e Pëllumbave, Mëhalla e Pelës, Vështroni Meduzën, Për në Kuvend, Lufta e Peloponezit, Unë e pash kush e dogji Vlorën, Leksione në financë, Muzat e Qendresës, Narkodiktatura shqiptare në oborin e Europës, Paraja dhe banka, Genci dhe Vilsoni, Enver Lepenica, Nata e Sofie Kondillit, Kryqëzimi i Havzinelës, përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë 1912-2012, e Djela e Shën Konstantinit të Madh. Në këtë ditë feste të librit, deputeti demokrat Bujar Leskaj uroi të gjithë poetët dhe shkrimtarët, dashamirësit e librit, si dhe lexuesit në mbar botën.